Mirëmbrëma, kemi një rast të paprecedent të ndodhur më përpara ku zëvendës kryeministres I bllokohet pasaporta dhe njëkohësisht pezullohet nga detyra. Në fakt, bllokimin e pasaportës nuk e shikoj në një rast I cili është, le të themi, I veçantë, I ka ndodhur edhe Berishës në mos gaboj, por edhe politikanëve të tjerë kur kanë qenë në hetim. Ndërsa pezullimi nga detyra më ngjan sikur kemi të bëjmë me një tejkalim kompetencash, sepse I bie që nesër dej në mënyrë të tillë mund të pezulloj edhe kryeministrin nga puna dhe nuk e di se a është kompetencë një gjykate që të nxjerrë jashtë funksionit një njeri I cili vjen me votat e shumicës shqiptare. Po kjo mbetet për të diskutuar nga juristët. Tani, cila është intriga që e ka prur deri në këtë pikë, a kemi të bëjmë me një grusht shteti apo grusht pallati, është në fakt pak e vështirë për të ndarë, por grushti shtetit bie në fuqi një pjesë tjetër të atyre që kërkojnë pushtetin, pra një pjesë tjetër të kontekstit politik, opozitën, ndërsa grushti pallatit bie në fuqi një pjesë të atij enturazhi që edhe qeverisë. Për të diskutuar rreth kësaj teme, unë kam si fillim Ben Andonin, pastaj Ilir Demalje. Zoti Andoni, mirëmbrëma, mirëserdhje. Mirëmbrëma dhe mirësojgje. Beni, veprimi pa precedent, çfarë sinjali është ky? Po ju e thatë shumë mirë në përshkrimin që bët, është veprimi pa precedent. Në mendimin tim, për të shpëtuar të gjithë këtë, pa u marrë me hallkat e drejtësisë që unë mendoj sot e kanë tepruar forcën e pushtetit të tyre, ishte që zonja Balluku, duke ditur shumë mirë që ka qenë subjekt përgjimesh, edhe për të respektuar të paktën pjesën e saj në ekzekutiv, sepse është numri 2 I qeverisë dhe ka dhe tagër moral. Me këtë rast, duhet të jepte dorëheqjen me kohë. Kuptohet institucioni dorëheqjes tek ne është pak I vështirë. Shikoj një pjesë të politikanëve nuk e kanë as staturën, as formimin për të bërë një akt të tillë. Ndërsa po të kalojmë këtë drejtësia, sot ka ndërmarrë një hap I cili është I rrezikshëm. E para sepse zonja Balluku, të cilës ne në këtë moment duhet I prezumojmë pafajësinë sepse nuk ka marrë dënimin, është e pandehur, por nuk ka marrë dënimin, është përveç se e emëruar nga zoti Rama si zëvendës kryeministre, është dhe e zgjedhur njëkohësisht. Një personazh I cili është I zgjedhur nuk mund të veprosh në këtë lloj mënyre. E para sepse ka një lloj mburoje ligjore, dhe është ajo mburoja ligjore për të cilën neve shpesh kemi thënë që deputetët nuk duhet ta kenë, por po vin ka momenti që realisht një lloj mburoje duhet të ketë. E para sepse ti bllokon aktivitetin e një qeverie dhe dyta është pjesa që ti duhet përballesh tashmë në drejtësinë me kushte të tjera. Zoti Velie e ka provuar këtë deri tani. Zoti Meta ka provuar pjesën e të themi e masës së ndalimit të tij dhe ekzekutimin e masës së ndalimit. Prandaj në këtë rast po mendoj që ky është më shumë lajm për të ngritur punën e SPAK-ut dhe ju e dini SPAK-u për pak ditë bën rokadën në krye të saj dhe me sa duket I duhet një aktivitet I tillë për të treguar forcën. Ndërkohë që shqiptarët presin pafund që me tagrin që kanë pasur, mundësitë që kanë pasur, të paktën 21 janarin ta kishin filluar kohë më përpara, nëse do donin të bënin diçka. Beni, me që përmendë 21 janarin, më duket se loja e SPAK-ut është pak si shumë politike, do me thënë, ngrihet një çështje e 21 janarit e cila u bë boz, dhe këta tipat e SPAK-ut nuk kanë këllqe të prekin asnjë nga opozita, as Berishën, as Fatmir Mediun për Gërdecin, as djalin e Berishës, ndërkohë kanë bërë kërdi në krahun tjetër. Dhe më duket se e bëjnë çojnë 21 janarin dhe kanë për të bërë një vrim në ujë, kanë për të bërë. Dhe ndërkohë godasin rëndshëm qeverinë. Dua të them që unë zonjën Balluku nuk është se e shikoja një njeri adapt për atë postë që kishte.
Shqipëria ka më tepër kapacitete për të vënë të atilla poste, madje në shumë poste të përzgjedhur nga Rama për të vënë individ. Por ti në këtë moment je duke goditur majorancën. Ajo është figura e rëndësishme e majorancës, për mos më thënë që realisht është figura 2 e majorancës. Ajo ka mbetur, s'ka njëri tjetër. Do t'ju them një element. Spaku ka rritur të kuptoj që Zotit Rama në këto momente i duhet karburanti drejtësisë. Dhe duke ditur këtë lloj dobësie, të themin thonjzat të Zotit Rama, ku Zoti Rama akoma e ka si kalin e betejës pjesën e drejtësisë dhe vazhdimisht e përmend, sepse për hir të vërtetë socialistët e kanë ndihmuar reformën në drejtësi dhe pa çka reforma në drejtësi ne ka sjell probleme të tjera ke njerëzit e thjesht, por të paktën në pjesën institucionale, në bazën që drejtësia zët e kapitullit themelor të integrimit, për Zotin Rama i është ditur tani pika më e dobët. Pika më e dobët e tij është që mos ta preki drejtësinë dhe me atë të krenohet. Dhe duket nga kjo është frymëzuar spaku që godet pikërisht në pjesën të themi më të dobët. Ndërkohë që ka frikë përpara Zotit Mediu, ka frikë përpara Zotit Berisha, ka frikë para personaliteteve të tjera që përdorin një fjalor që është i pabesueshëm. Shumë marr këtu edhe zonjën Kryemadhi, e cila me tagrin si kryetare njërës prej partive më të fuqishme në vend. Kur kujton diskursin e saj, kur kujton ligjërimet e saj, kur kujton sintaksën e saj që përdor për spakun, atëherë nuk e di, ky institucion thjesht me këto fjalë ose bashortin e saj, ish presidentin e vendit, do mjaftonin vetëm këto fjalë që ata me tagrin e tyre të mos më dyshonin të vepronin. Ndërsa Zoti Rama më vjen keq ta them, me identifikimin e tij me shtetin, duket që varësit e tij ka lënë krejt të zbuluar përballë drejtësisë. Dhe unë po mendoj që zonja Balluku, larg të tjerave, i ka munguar ajo zgjuarësia institucionale. Të gjithë kanë qenë pak të befasuar kur Zoti Rama vendosi që ajo të ishte numri 2 i qeverisë. Ajo vetë duhet të ishte e zonja të paktën që të shmangesh dhe të merre me veten e vet. Dhe diçka, në një vend ku dihet, tek ne dihet gjithçka, qoftë përgjimet, qoftë elemente të tjerë, duhet të jesh i kujdesshëm. Por diskursi që ka përdorur zonja në përgjime është i paimagjinueshëm, qoftë ato përgjime janë gjithmonë të Beni, nuk dua të e di pse nuk dua të merr me përgjimet, sepse këto përgjime po bëhen si gjellë qenësh. Domethënë ti nxirr nga konteksti një fjalë, hipja shtypit. Dhe shtypi pastaj fillon e mbllaçitet për klikime dhe për gjitha. Madje më thënë të drejtën, unë nuk kam marrë mundimin ta lexoj dosjen sepse nuk kam dy kompetenca. Së pari nuk kam kompetencën juridike, së dyti nuk kam kompetencën e një prokurori që ta shikoj dosjen e plot, edhe sikur ta kisha dosjen e plot. Vetëm që ju keni përvojën e gazetarit që duke parë që tenderat të tillë që tregojnë pak edhe fytyrën e shtetit, figurën institucionale, duhet të privohen nga ky diskurs ose duhet të jenë pak më të hapura. E keni dëgjuar tani që gjithë njerëzit ose nënpunësit të ndryshëm kanë frikë të firmosen. E keni parë që trishtohen shumë për shumë nga e prorët e tyre me gjuhën që përdorin, madje edhe femrat. Dhe rasti zonjës është një rast i tillë, përdorim i një lloj diskursi që nuk është normal. Mos harroni që jemi në mandatin e 4 të socialistëve, jemi një shoqëri që mua më vjen keq që megjithëse kemi shembuj plot të këqij negativ, po kemi edhe shembuj shumë të mirë. Dhe këta individ të cilët na drejtojnë, të paktën duhet të jenë të kujdesshëm me këto shprehje dhe mënyrën se si përdorin varësit e tyre. Prandaj po ju them që ju vërtet duke përdorur dhe etikën gazetareske jeni munduar të qëndroni pak larg, po unë jam i sigurt që moralisht ju bën shumë përshtypje, sepse drejt që e mori ky shtet nuk është as si Ramës, as si Berishës, as si Ballukut, as si Mediut, as si tjerëve, është të gjithë neve, domethënë. Okej. Shiko, ajo akuzohet për 2 tendera, akuzohet për tunelin e Llogaras,
dhe akuzohet për lotin e katërt të Unazës. Thuhet që kanë ndikuar tek tenderat se kush do të fituesi ka ndryshuar strukturën. Shiko, për sa i përket anës procedurale, e vërteta është që është sekretari i përgjithshëm ai që duhet merret me këto, sekretari i përgjithshëm i ministrisë. Mirë po është një shumë i vështirë për të ndarë, sepse s'duhet të ndërhyjë ministri. Për shembull, ministri është tonë figurë politike. Ja po e them unë pse duhet të ndërhyjë. Në qoftë se ti do ta fitoj një firmë serbe, ti ke probleme të politikës jashtme me ta. Dhe ti do ta shmangësh. Mund të vitet ta fitoj një firmë ruse. Sikurse më thonë që e ka fituar një firmë kineze, po ti për shkaqe gjeopolitike, rreshtimi e njërin tjetrën, e ke përjashtuar kinezën. Kjo është e para, pse ndërhyn ministri dhe ndryshon kushtet e tenderit. Mund të ndërhyjë një firmë e cila është në sankcione ose akuzohet si agenti huaj në Amerikë. Dhe ty të vjen ambasadori dhe thotë, shiko, kjo nuk duhet ta fitoj, le ta fitoj dikush tjetër. Do thuash ti, siç është çështja me McGonigal, për shembull, që është hequr dikush sepse ky tash i akuzohesh ti pse e bëre këtë. Ndërkohë që nuk është normale mos ta bësh këtë, sepse je rreshtuar në një aleancë dhe vjen dikush i cili faktikisht është guvernatori jot real dhe do thotë s'ke për ta bërë këtë. Ne në një farë mënyrë shtet basal jemi, klient jemi të Shtetet Bashkuara. Po sa klient është edhe Italia, klient është edhe Franca, klient është edhe Gjermania, kemi parë që po duan Shtetet Bashkuara e përmbyshin. Së dyti, ministri mund të ndërhyjë sepse firma është e pabesueshme. Dhe këtu kam një dyshim të vogël, e di pse tenderin për herë të parë e ka fituar firma Gjoka, një firmë e cila bëri grop në rrugën e Dibrës, tuneli u shëm disa herë, u hodhën fonde të tjera, e të tjera, e të tjera. Dhe ribëhet tender, i e fiton një firmë turke e cila ja jep po firmës Gjoka. Këtu fillon pastaj tallavaja e shtypit. Shiko, u shtuan 50 milion, po sepse prap Gjoka e bëri, nuk është ashtu, sepse ishte firmë në përgjithësi gjitha punët bën me nën kontraktor. Dhe është kontraktori pastaj, ai që ka fituar tenderin, i cili përgjigjet për vështirësitë. Dhe në qoftë se firmës tuneli Llogaras do të dilte me të papritura, nuk doli, po do dilte me të papritura siç doli tuneli Dibrës, i rrugës Dibrës, rrugës Arbit. Atëherë fillonte hynte në lojë firma turke, e cila kishte know-how, kishte mjetet e tjera e tjera. Pra unë përmenda dy raste, Beni. A mund të nisemi këtu që ti po spekulon dhe godet një... Sepse, shikon, nuk mund ta mohojmë që këtu brenda ka goditje politike. Po, atëherë më lejoni t'ju them diçka. Keni shumë të drejtë dhe ky është përveç pjesës së gazetarit që ju e keni, është edhe shqetësimi qytetar. Zakonisht, kur përdoret dokumentacioni, kur përgatitet dokumentacioni, është një shtab i tërë i cili merr përsipër të gjejë dhe elementet e riskut, të gjejë dhe të gjithë të themi prapaskenat dhe gjithçka tjetër. Për shembull, t'ju them një element. Të gjitha firmat e huaja që vinë për investime në Shqipëri përdorin dhe burime të panjohura tek ne, me të cilët kryqëzojnë të dhënat faktike që jepen nga institucionet tona dhe nga firmat të cilat do shërbejnë edhe si nën kontraktore dhe të tjera, dhe realitetin bazik të tyre, domethënë që nga pesha specifike që kanë tek QKB-ja, punët që kanë bërë, ndershmëria e tyre, partnerët e tyre, historitë që kanë si personazhe, lidhjet që kanë dhe tjera. Të gjitha këto, më vjen keq ta them tan, të gjitha këto janë. Dhe unë këtu jam me ju për shumë në pjesën që ministrja që në fillim jep direktivat e veta, që do kemi kujdes, duhet një firmë e cila të ketë këto parametra, ju lutem, keni kujdes nga këto dhe këto. Tu mbaron puna e saj, fillon puna e njerëzve teknik. Prandaj po them që jemi në një moment të vështirë për sa i përket ta kalojmë në një rrafsh tjetër, ndërhyrjes së gjyqësorit tek politika, ky është problemi në këtë moment, se sa pjesa e zonjës Balluku. Zonja Balluku kam përshtypjen
të paktën, po pa prezumuar në këtë moment që po flasim që e ka tepruar, po përdor eufemizmin që ka tepruar, po ka muaj për të cilën jo thjesht flitet, po për të cilën dëshmohet që është në rrugë jo të mirë. Dhe më vjen keq edhe për diçka tjetër, kur shikon diskursin e saj dhe ka teori etike këtë, njerëzit të cilët janë jo të pasigurt, po njerëzit që janë mësuar ta thyejnë ligjin dhe të kalojnë në rrugë jo të ndershme, përdorin atë lloj diskursi. Nuk e di, kjo është një nga momentet e vështira, them, të qeverisë Rama. Besoj që do e kaloj shumë shpejt, sepse punë ditësh dhe SPAK-u do merret me problematikat e veta, me nxjerrjen e prorit të ri dhe pastaj do i shikojmë, do e kenë këtë vullnet apo jo. Ja në provën e zjarrit e para do të shikojmë se si do ecin me 21 janarin, po dhe unë këtu bashkohem me ju, nuk besoj që do shkojnë thellë me 21 janarin. Ashtu si dhe me atë që do na përballi Gjekoja me rastin e zotit Velia dhe rastin e zotit Meta. Beni, prekëm 21 janarin, duhet ta prek prap. Kemi një rithirje të Berishës, por me që kam pyetur prokuror, hetues e tjerë, të gjithë thonë që është një vrim në ujë. Është, dhe me sa duket, thirrja e tij më tepër se sa një rekomandim i Strasburgut, është një tymnaj për të mbuluar goditjen e Ballukut. Dua të rikujtoj këtu që me këto thirrjet në SPAK që i bëjnë Berishës, janë mbuluar goditjet dhe disa eksponentëve socialistë. Do me thënë, hajtë se po thrasin Berishën, Berisha vazhdon të mbante ligjërata nga balkoni, tërsh i ka dalë, i mban edhe nga salla e parlamentit, ndërkohë njëri mbas tjetrit hanin burg eksponentët socialistë. Ti si e shikon këtë, a thua, unë që besoj, megjithatë do dua të di mendimin tënd. Patjetër. A thua ky është momenti së vërtetës për 21 janarin? Nuk e besoj ta. Unë gjithmonë kur vjen çasti 21 janarit, gjithmonë japin 2-3 foto ikonike. Dhe në një nga fotot do ta tregoj kur të jemi përballë, jam shumë afër me njeriu i cili është shtrirë, ka vdekur, është ai me portokalli. Dhe kam ndier plumben, me thënë drejtën. Në foto jam i përkulur në dysh, nuk kam për të harruar atë ditë. Do ta tregoj kur të jemi. Dhe gjën që kam sot e kësaj dite është që asnjëherë nuk do shkohet në thelbin e saj. Atë ditë kam njohur njerëz të cilët më kanë zbuluar diçka, jo ke pjesa konspirative që ke ne nuk mungoka, por ke pjesa organizimit. Ajo ditë ka qenë e mirë organizuar. Madje ndoshta këtu mund ta teproj personalisht, por përveç pjesës organizative, zinxhirit urdhërues të zotit Berisha dhe të zotit Basha, që më vjen keq që ai nuk po vjen në SPAK, shikoj që brenda ka pas dhe infiltrime. Kam njohur individ që në pjesën ndërmjet piramidës dhe kryeministrisë që godisnin, rinin sikur mos të ndodhte asgjë, ndërkohë që unë kam qenë me një kolegen time tuaj, mbanim kokën nga mbrapa se kishin frikë se do na qellonin me gur nga pas. Kurse kjo nuk ndodhte me disa njerëz që ishin fare të qetë aty dhe që po e kundronin të gjithë situatën sikur ishte asgjë. Sofistikimi i asaj dite, prandaj përdora këtë lloj hyrje dhe jo që ndodhi atë ditë më bën të besoj që organet e drejtësisë tek ne nuk e kanë seriozisht dhe të kenë turp edhe ata që kanë fshehur që fshehen provat, ata që u morën me servera dhe të tjerë dhe të tjerë. Kjo më ka hequr besimin edhe ke individi shqiptar që është profesionist ose ekspert, edhe ke njerëzit që mund të kenë një fill moral. Nuk e besoj që do shkoj asnjëherë çështja të shkojë deri në thelb. Aq që sofistikuar ka qenë, dhe do të them dhe një element tjetër, atë ditë më ka bërë çudi që një pjesë eksponentëve socialist rinin tek dy kullat në kafet sipër, ndërkohë që masa e njerëzve ishte përballë
përballë kryeministrisë e tjera, ashtu siç u gjen një njeri i cili ishte lyer me të kuqja diçka e tillë. I thash të gjitha këto, sepse sa më shumë kalon koha, pa e zgjidhur narrativën e vërtetë se si janë zhvilluar ngjarjet, pa dëshmuar një herë me ndershmëri zoti Basha, megjithëse unë nuk pres në ndershmëri nga zoti Basha, se s'ka ditur ta tregoj asnjëherë, nuk e ka personalitetin edhe ndershmërinë për të treguar veten, asnjëherë nuk do shkohet në thelbin e gjërave. E di çka kujtoj nga 21 janari tani, kam takuar vetëm pak minuta para këtë djalin që u plagos, Fatosin që është plagosur kot, ju e dini. Fatos Mamutajn, gazetarin. Jam i lumtur vetë që kam shpëtuar atë ditë. Sa herë shikoj foton, them kështu dhe kam atë që më thatë ju pak më përpara, që nuk e besoni fare që drejtësia do shkoj. Ata nuk kam predispozitën për të shkuar në thelb, sepse nuk u dhëmbe para gjakuj atyre njerëzve, dhe dyta, nuk kanë as empatin më të vogël për njerëzit të cilët duan një lloj sensi drejtësie tek ne. Dhe prap do ta mbyll me diçka, mbas këtij momentit kur jam i përkulur, kthehem se nuk dija ku të shkoja më tek ky personazhi që kishte vdekur dhe aty vjen një zonjë që ishte futur në çadrën e socialistëve, aty kishte njohur për herë të parë, vinte nga Gjermania shqiptare. Dhe i thash po bëj diçka, domethënë, edhe kishte duar gjithë gjak. Më tha, më bëri vetëm me shenjë, ka mbaruar, domethënë. Dhe e di pse ti thash to që përziva dhe pjesën personale e para të dhimbjes, ai ishte aq i varfër se shikoje nga uniforma që kishte veshur, po e dyta të vdesësh për diçka, për një kaos që ti nuk arrin ta kuptosh, sepse një pjesë e njerëzve nuk e kuptonin për çfarë po ashtu. Ju e mbani mend, arsyeja kryesore ishte ai marifeti Metës, por njerëzit kishin akumuluar shumë edhe nga zemrimi për qeverisjen e zotit Berisha. Kurse këta njerëz janë sot që neve i kemi larë me arë, sepse kështu quhen këta njerëzit e drejtësisë, këta as nuk duan t'ja dinë, ose nuk kanë empati fare për këta njerëz, ose edhe për të tjerë që atë ditë u plagosën, që u friksuan, që u traumatizuan. Mos haro, një pjesë kemi qenë të traumatizuar aty, e kupton. Mund t'ikte jeta kot fare. Dhe bashkohem me ty që them asgjë nuk do bëjmë. Thjesht po përdorin një show, madje po ta keni parë edhe në lajme sot nuk bën më çudi kur zotin Berisha e kanë thirrur në SPAK. Shiko, në shtetet dinjitoze, në fakt edhe me udhëheqës dinjitoz, ka për atyre që e marrin përsipër përgjegjësinë, thonë po unë e bëra, sikurse ka të tjerë që shtete karikaturale si ky joni që kryeministri nganjëherë thot kam vënë 20 snajpera, pastaj thot që jo po ishte puna e gardës, se unë nuk përgjigjem, nuk dhash urdhër, e broshkullat të tjera, gjërat të turshme. Nuk dua të kujtoj raste si i Pinochetit me Allenden, por ka shumë të tjerë. Në asnjë mënyrë nuk duhet të kishte shkuar në marrjen e 4 jetëve të pafajshme. Neve kemi qenë dhe kemi parë aty që asnjëherë nuk u tentua të kaloj gardi, madje edhe në një rast kur policia u tërhoq dhe donte t'i ndillte që të kalonin gardin, protestuesit u tërhoqin mbrapa për mos kaluar gardin e famshëm të Berishës. Shiko, ka pas dhe provokim, ishte i provokimi me Bencin që u fut, do më thënë akoma nuk ka zbardhjet asau, nuk e di ku e mori guximin ai që u fut edhe ke dera kryesore, po që u neutralizua shpejt, sepse ishte blokazh. Protestuesit nuk kaluan gardin, ë? Jo, nuk mund të kalonin, t'ju them diçka. E dini kush na ka sinjalizuar në fillim për atë që po ndodhte? Në momentin pak para se të vdiste ky i shkreti, kemi qenë përballë derës kryeministrisë dhe filluan krismat. Dhe kam pasur afër Pierinin, me cilin njihesha,
Ben, më tha, tani po qëllojnë me armë të vërteta. I thash, shikohet se mos janë fishek manovre që jo Ben, janë fishek të vërtet. U shpëndam, do me thënë, duke ikur qetë, po gjithmonë duke pritur nga mund vinte plumbi. Krismat filluan të bëheshin filluan të ndieshin real. Dhe e kam djerë realisht aty ke vend, jam shumë afër njeriut që ka vdekur, ti e ndjem plumbin që të vjen afër, nga shpejtësia edhe ajo, dhe të tillë kam parë dhe njerëz të tjerë. E para ishin të tulatur, e dyta nuk dinin çfarë të bënin. Megjithatë Bern, përpara derisa e mbronte policia gardin, perimetrin jashtë gardit, pati një moment që policia u tërhoq dhe u la bosh vendi, njerëzit e kapën gardin, por u tërhoqën prapë. Çka tregonte që u la sepse filluan të friksoheshin nga krismat. Mirë, jo, ende s'kishin filluar krismat. E kupton? Kam përshtypjen se kishin filluar. Ishte thjesht për e përmend këtë fakt për të treguar që synimi i demonstruesve nuk kishte të futeshin brenda në kryeministri. Shiko diçka. Ti shikoje njerëzit me uniformë ushtarake. Po pe njerëzit me uniformë ushtarake, kuptohet që ishe pjesë e gardës dhe këta që ishin sipër, jetë detyrimisht të arrin të kuptosh që je në pozicion të vështirë. Okej. Dinamika e ngjarjes është shumë vështirë, po kanë kaluar 15 vjet që atëherë dhe unë dyshoj që prokuroria do jetë në gjendje të zbardhit të vërtetën dhe të zbuloj se kush e ka dhënë urdhrin. Aq më tepër duke marrë parasysh që këtu që të gjithë janë të komprometuar nga dhënësi i urdhrit deri te zbatuesi, në qoftë se do çahej kjo marrëveshja omertas, aty s'do ta merrte vesh i biri dreqi të birit. Beni, duke u kthyer rastit të Ballukut, e rrezikon qeverisjen Rama kjo? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj, madje zoti Rama ka për ta kthyer në pozitivitet, atë që opozita nuk arrin ta dalloj. Ju e dini, ne jemi në një fazë shumë të mirë të integrimeve, madje edhe zonja Kos, komisionerja Kos, në këto momente, domethënë, është në Tiranë, ajo vazhdon jo thjesht inkurajoj Shqipërinë edhe Malin e Zi, po ta tregoj Shqipërinë edhe Malin e Zi si rast të suksesi. Dhe goditja e Ballukut nga ana tjetër dhe elementeve të tjerë më shumë i shton pikë Shqipërisë dhe zotit Rama. Zotit Rama i duhet thjesht të ruaj veten e vet nga pjesa që mund të implikohet në të gjithë këtë pjesë, në pjesën politike të ndikimit në tendera infrastrukturore të tjera. Unë besoj në qoftë se nuk janë të shkruar ose në qoftë se nuk janë të përgjuara, atë nuk e prek askush, madje edhe sikur të dëshmoj zonja Balluku. Dhe nga ana tjetër, gjithmonë, ky është dhe rasti zotit Berisha, qeveritë tona nuk mund të funksionojnë normalisht në qoftë se nuk ka sherrë, në qoftë se nuk ka ngatresa, në qoftë se nuk ka tension. Keni parë diçka, kur është situata e qetë, edhe në kohën e zotit Berisha, kur ishte situata e qetë, e thjesht, ku zoti Berisha nuk kishte me këtë përballje, nuk krijonte dot armiq imagjinar siç i krijonte ai, atëherë bënte gabimet më të mëdha. Ashtu si zoti Rama, kur nuk ka me çfarë të merret, sajon gjëra domethënë që disa herë bëjnë qesharak. Beni, beson që kjo është po kaloj në një këndvështrim tjetër, është një intrig pallati, domethënë ka një bashkëpunim me elemente Ramës, ashtu sikur se dyshoj që shikose Nesti Angoni, që havi Shërbeu si zanafil për havjen e procesit të Veliaj, janë... Nuk e besoj, vetëm që kam filluar gjithmonë më shumë të shikoj që krejt ndryshe nga ajo që ne mendojmë, ose që mendohet që zoti Rama i ka gjithë pushtetet, ti shikon që Shqipëria gëllon edhe nga kanalet të tjera. Dhe kur them kanalet të tjera, them që nga kanalet e interesit, nga ana tjetër edhe kanalet e influencave. E ka llafin për shërbimet e huaja, kanalet e influencave,
apo e ke fjalën për grupe interesi biznesi shqiptar? Grupe interesi shikoj burokracitë shqiptare, kurse ndërhyrjen e huaj e shikoj shumë të dukshme në Kosovë. Do të thënë ky bllokim i madh që është bërë Kosovës, është bllokim mirëfilli indikuar direkt ose indirekt nga tuaj. Është e pamundur një shtet si Kosova të gjendet përballë kësaj situate. Kurse në rastin e Shqipërisë shikoj që ka klane të tëra, tashmë të korruptuara, të mësuara me një lloj pasurie të cilën nuk e meritojnë, që ndikojnë qoftë për vakancat, qoftë për vendet e punës, qoftë për trafikun e interesave dhe të tjera. Kam parë shumë individ tanë, personalitete, të cilët nuk gjejnë dot punë mirëfilli. Dhe shikoj disa njerëz, domethënë pa personalitet, pa gjë, që i ke drejtora, i ke nuk e di se çfarë. Dhe kjo më bën të besoj që në Shqipëri ka grupe të mëdha interesi dhe ka një lloj pjese kaotike tash edhe të qarkullimeve të tilla. Uroj që mos të ndodhi ajo që ndodhi në Itali, që krimi organizuar të filloj të fusit turinj edhe për trafiqe politike, sepse në vendin tonë pastaj do ndodhin gjëra që s'mund të imagjinojmë dot. Beni, unë të falenderoj që ishe sot me mua. Faleminderit. Dhe shpresoj, unë në fakt nuk kam qenë prezant këto muaj, shpresoj të kemë rishtas. Patjetër. Faleminderit tanë. Faleminderit ti. Dua të lidhem tani me zotin Demaliaj, i cili nuk ka qenë shpesh prezent këtu në studion tonë, sepse si që dini ka filluar atë podcastin e vetë, në Gjiro me Syqin. Syqi është pseudonimi që i ka pas dhënë Sigurim i Shtetit, kështu mendojnë budallit që janë të aposionuar. Në fakt, Syqi është nickname-i që ka pasur në rinin e vetë të hershme, se Syqi është akoma rini, por e ka pasur në rinin e vetë të hershme Syqi i Thriqin, dhe ka bërë një podcast shumë bukur, Gjiro me Syqin. Po, si Gjus Tropojani që është, ka qef që të flasi edhe vetë në podcast. Do më thënë, e mban goxha podcastin, gjusë më fletë Syqi, gjusë më fletë i ftuar i Syqit. Por është nga ato podcastet e lezetshme që e ndiqni në kanalin ABC 24. Dhe kjo ka bërë që pak s'kam qenë prezent unë, por edhe Syqi bile ka qenë i zënë me podcastin e tij dhe momentalisht sapo u shkput nga regjistrimi. Liro, më dëgjove? Sa thash për ty? Kam thënë fjalët më të mira. Pa, mirë si këti që ato do thojnë ato që menojnë ato tjere. Ty faleminderit. Okay. Po mirë për pseudonimin mirë, pse e ka zonë pseudonimin? Më qo pak volumin në studio ne atë lutem. Liro, kemi një grush shteti apo një revolucion pallati. A ka marrë çik për kot Spaku apo kishte marrë dhe çik për kot Belinda? Tashti menoj që atë bisedë kisha vetë që Spaku në radhë parë për mendimin tim po vepron me double standard. Pse të me double standard? Le të marrim rastin e fundit Belindën. Shumë mirë që po, se ky vend ka korrupsion, dhe ka pas korrupsion, nuk është që korrupsioni lindi me Belindën, ka pas që nga 92-shi dhe është e dukshme, sepse po të shofës pasurit e gjithë atyre që kanë qenë për qeveri që nga 92-shi, e kupton fare qartë, aq më tepër me ato rroga që kanë qenë atëherë me $500, se korrupsion në bën këtë vend, edhe me piramidet e me kuradion. Po problemi është që Belindës sot i hek pasaportën dhe e pezullon nga detyra. Dhe ka arrestu disa të kraut që i pushtetit. Liro, jo të disa për janë bërë shumë që janë burg, kurse për kraun tjetër, kjo më shqetëson mu, ky Spak, kraun tjetër
ai që e kërcënon çdo ditë nga mjesin darkë Spakun, para Spakut, në TV, gjithandej ku del, dhe Fatmir Mediu, që kanë një vrasje për 27 vjetësh ngjarje me rënd, nuk ka asnjë mas për to. Ato dalin jashtë, hynë mrena, kur e thret Spaku Mediu shkon në Amerikë, thotë do takoj senatorët, se është zorrimot me shku dhe me taku në i senator aty, si kur e kanë thirrë këtë se s'mund bëj senati Amerikës pa Fatmir Mediun. Berisha pashtu, pra përse ky double standard për krime të rënda vrasjesh dhe nuk po merren masa dhe nuk po zbardhet i herë krimi, se masa pastaj janë gjë tjetër. Po nuk po zbardhet krimi, edhe zvarritet dhe në krahun tjetër veprohet me kaq nxitim. Atëherë, unë mendoj që Spaku në të njëjtën kohë është i kapur, një pjesë segmenti Spakut është kapur nga Berisha, se si është kapur e din ato, me pagesa i ka kap diku Berisha, se pra ndej kanë arto, se këto Spakut nuk kanë ra nga qiellja pur, nuk janë hynor këto që kanë zbritur tokë tash edhe po na japin shenjtërinë. Këto në këto llum 35 vjeçare në rrit. Kështu që kjo duhet pa, dhe tjetra po vepron tamam siç e thatë ju, në krahun tjetër sikur po bën një gru shteti. Dhe ajo që Rama kontrollon Spakun, tash unë nuk e di vetëm nga një idiot, mund ta thotë dhe mund ta përsëri, siç janë idiotës e çetës Haxhi Qamilit që u molodhën parmëron këtu. Liro, më bën përshtypje diçka që sa herë duan të bëjnë një goditje nga ana e socialistëve, hop dhe me thrasin Berishën. Po Berishës një vrim në ujë bëjnë, asnjë gjë si bëjnë se prapa aty e lënë të vi vërdall. Absolutisht ma asnjë gjë, po kjo është turpsme më. Ndërkohë me këtë dhe me kthirjen e Berishës i kanë shfarosur Ramës një ministra, deputet, kryetar bashkishe, por më bën përshtypje diçka. Mua më duket, s'jam jurist, po më duket te i kalim kompetencash. Ti pezullon nga puna zëvendës kryeministrin e vendit. Ku e gjen këtë forcë, nuk e kisha një gjuhë në herë. E ka për shumë bukur, në radhë parë ligjërisht. Unë nuk e dija e ka këtë drejt Spakut, pezulloj nga puna. Se mirë që si më shetmenja Fredi Ramën, ti fushim me një pezullim edhe këtjere, se kot. Jo, e ka për shumë bukur këtë, dhe më thonë, si ka mundësi, juridikisht, asë nuk s'jam jurist, po logjika, si ka mundësi, është një soj, si kur një prokuror të pezulloj një punoj statin. Por e s'ka asnjë të drejtë, që ose punojsi ka bona i gjo, a i mund vita arrestoj, mund vita kërkoj panderë, por ta pezulloj për sa kohë është i lirë, nuk mundet. Kjo është me jumen për të vu durët në kohë. Dhe në kjo se e lejo ligji, sepse a i që shkarkon dhe a i që i heq antarë qeverisë është vetëm kryeministri. Pra, këto po morin kompetencat e kryeministrit në këtë rast. Dhe kjo është skandaloze. Jo se ndje keq për Belindën, Belindën morin ta gjykojnë ta ajtojnë. Asë nuk më vjen keq për Belindën, s'më vjen, po më duket nonsens. Për një shtet ku veprohet me procedura dhe veprohet me ligje. Pra, kush ja i të këtë drejt Spakut për të bëjë një eks të mashina? Kush? Edhe Enver Hoxha nuk i shkarkon të kështu mërburë. Po mbjellë të byron politike. Jo. I shkarkon të një nga detyra, pastaj... Do me thënë, i shkarkon të qeveria nga detyra, pastaj mere i gjyqësori me të panderurin. Po pra, edhe për antarët e partisë, ka qenë ligjë, që nuk mund të arrestoheshin vetëm në rast se flagrante pa u shkarkuar nga detyra. E vërtetë është. E njëjta gjë ka ndodhur me Erion Belin. Ka bën edhe gjë këto. Por nuk mund shkarkosh një njerëz që është zgjedhur. E kanë përsëritur që majori New York, që është kryetari i bashkisë New York, që ishte se tash ka ardhur, ka 12 akuza dhe akoma është i lirë. Po detyrë nuk mund ta arrestosh se është i zgjedhur. Vetëm në rast se flagrante, nëse vret njëri i këmbënia bën ai tradhtim nga ja bëjo, da kujt janë përcaktuar. Domethënë, kjo që po i japim sopatën Spakut për të bërë çdo lloj shkelje, do t'i kthehet në bumerang shoqërisë, sepse edhe kaq
ka paralizuar gjithë administratën nga të merri Spaku. Po në administratë ka dhe njerëz që punojnë, ka dhe qytetarë që ka nevojë për letra. Ti shkon në për administratë, thot nuk merr dot një letër më burr. Nuk merr dot një letër. Pse? Liro, e di si është... Tashi, apo na kushton më shumë, mos funksionimi i një administrate nga fryka Spakut, apo Spaku gjoja po vendos të drejtën. Unë mendoj se kosto është më e lartë që nuk po funksionon shteti pikërisht nga Spaku. Liro, ka pasur një precedent të tillë në Rumani, ku Spaku u bë tmerri dhe për 2 vjet u bllokua komplet Rumania. Dhe në Shqipëri jemi në një fazë të tillë ku shpesh administrata, sidomos pjesa represive e administratës, merr për kot, ndërkohë ty në qoftë se të hapet një akuzë, ti duhet të pagush 2 milion lekë të vjetra. E ke parasysh $2.000 të pagush avokatin për shkallën e parë, dhe 2.000 për shkallën e dytë, me pas avokatit dorën e letë, se kjo është tarifa, i thonë $4.000. $4.000 është rroga e 6 muajve të një nëmpunësi, i cili paguhet diku te $700-800. Tashti, një prokurori, në basi të telendis ty nga 3 vjetë, se ka që ka maksimun e jetimit, të thotë, a di si është puna, nuk dole i pafajshëm. Ndërkohë ty, të ka marrë paret avokati, të ka marrë erëzin në shoqëri, dhe këti prokurori nuk i hynë ferë në këmbë. Dhe jemi në një fazë të tillë që mua më shqetëson. Një prokuror i cili shqetësuese kjo. Kjo si drejtën, shumë shqetësuese ai që tashun. Ka marrë në gaçën Spaku tash edhe hajde biri ku ti pin. Po prit më se domethënë mund ndodhen raste të tilla dhe duhet 1-2-3 raste për të humbur kredibilitetin, plus çka kredibiliteti kanë këta. Eksakt. Shiko, e di si mund... Këta nuk erdhën nga... nuk erdhën si hynor të nga qiellja. Këta këtu më janë nga shkolla plepave, këtu, aty, kanë arë prej provincave, i kanë sa shtëpia, tash i ka shohim i çik pasurinë të tyre Spaku të bukur. Se Spaku gjiko ka gjithë të njohë, po Spaku veta, duhet gjiku. Shiko, meqense me ty flasi qik edhe i liroj gjuhën tamam, më bën përshtypje diçka te këta Spaku të liro. Thrasin gratë e biznesmenëve të mëdhenj, i marrin 1-2 herë në pyetje masanej ti shikojnë që nuk hapet asnjë çështje ndaj tyre. Dhe mua kjo më vjen një çik si gjobë. Ka shkull zarfi më burr, ka shkull zarfi, prandaj ta thash. Unë besoj që Berisha këto i ka të kapur. I ka të kapur, se nuk shpjegohet ndryshe. Të Partia Socialiste, edhe Belinda, edhe djem parlament, tha unë do t'i bindem, do t'i përgjigjem Spakut. Ti vazhdoj timen vlla. Kur vi puna që të marroj gjyqi, atëherë shkarkoje, arrestoje dhe pushkatoje. Po jo kështu. Shiko, më lejo t'i bëj edhe një herë reklam podcastit tënd, e keni podcastin Xhiro me Syçin, e keni qoftë me këtë emër në YouTube ose te ABC24 mos gaboj, apo jo? Se e di që ju ka marrë malli për Demalin. Demalia ki kujdes deri në momentin që s'ta pezullojnë këtë, se mund dalin një prokurore dhe thot pezullojnë. Pezullojnë me bilet të bëjnë nërë. E di se ti këtë pasaport amerikane e fillon e bën nga Amerika, po problemi... Po jo më së pun pasaport. Po së pun pasaport e burë, le ta pezullojnë që se gjenë gjoj, le të vinë, mirë se të vinë, kur dhenë unë, jam këtu, unë nuk lëvis. Unë lëvis dhe i fejnë do lëvis, po e mjë dhe pruka nërë, se po i ke prapa nërë. Me kokën që ke e di që nuk lëvis. Dëgjo. Po jo më nuk lëvis, sepse nuk më djek gjo më zotni. Pra ne nuk lëvis. Së në djek asë i gjo mu, më bolë kur atë rasë që mu me pasavurët e... Nuk ke firmosur asë në Tiranë, asë në Beograd, me sa të dy. Jo, janë tjera ta. Janë tjera të që kanë kalu nga Beogradi për shkuën perëndime në Amerikë. Edhe vinë këtu si patriot me qeleshet me shqipojnë. Kthehemi të tema, se më kishtë marrë malli me qenë me ty në bised. Demalia, këtë thirrjen e Berishës ne e cekëm pak, po thirrja e Berishës për 21 janarin, u bogjo si pralla e Kungulleshkës?
Kjo është turp për burë. Kjo është e turpshme. A i thot, e pranon vetë që është krim shtetëror. Pastaj thot është krim shtetëror pa dashje. Po edhe po tjetë pa dashje, do të ketë dëshkim. Vrava pa dashje, si vritke njerëz si pa dashje, ti nuk shkove me vra njerëz pa dashje, që shkove për gjueti në pyll, edhe vetë me gjujt dërë, doli njeri dhe i rej njeri pa dashje. A ti nuk ishte pa dashje, sa ty ishin protestus. Kështu që pastaj kjo për të qëllu, që thot, e fillim duhet qëllohet në ajer, pastaj ke këmbët, si qëllove ke këmbët i tiri, drejten kokë, mërë zotin. Bilati Mamuta i di këputi dhe dorën që e kishtë të qumë në lartë. Po, ti, dhe më dhënë, kjo, pastaj tjetra që e vetë denonson Berishën, zhdukja e fervëra, kush i zhduku? Që është me li që duhet mahen. Kush i zhduku? Pse i zhduku? Sigurisht a i që ka mizën në kapuç, që i ka po krimin. Po kush e dha urdhën? Kryeministri. Se kryeministri nuk i pari a i është. Unë e thash dhe tje, në këtë situatë, ka dy njerëz që duhet përgjigjen. O Berisha, o Lulbasha duhet shpim pur. Një ka këto dy. Ose duhet i hapet gjyq. Sepse një nga këto ka dhënë urdhër. O ai si ministri Mrençëm, o ky si kryeministër. E qartë. Shiko, unë mendoj që më tepër është nga këto tymnajat, madje sa herë hapin çështjen e 21 janarit duhet me pritë se kë do t'i fusin në burg Ramës nga qeveria. Po jo, edhe sa vjetë do vazhdoj se 1 janari më burë, se Berisha 82. Edhe 5 vjetë edhe 10 vjetë, a i mund të rojë dhe 120. Edhe nuk dorëzohet, do t'a maj bunkerin e vetë, quhet partia e shqu. Më falë, si do duk mitingu i fundit? Qa mitingu të shi? Qa mitingu është? Ajo është Gjoqje Sharak, ajo është Bob, dhe unë prapë edhe dje, thashtë edhe për e themë. Bires më vjetë zorë që duhet merremi me Berishën. Mu vjetë zorë së njërisht të klasë prapë për Berishën. Ajo ishte një tabut aty që kishe dalë, një njëri që do të majtë me thënjë e me dur për halët e veta, që e man atë bunker që ka për halët e veta, që të mbrojët, dhe një farë mënyre për mbrojët, dhe është e turpshme për ata që pranojnë të shkojnë aty e të. është e turpshme, po, si ku do, edhe Hitleri kishte besnik të vetë deri kur shkojnë bunker. Edhe kjo me në bunker. Ska kjo tash kjo të regon gjendjen e kësaj opozite. Dhe kjo është halli i madh i këtij vendi. Opozit jo, shoqëri civile jo. Ka shoqëri civile se kishin dalë për mbrojtjen e qenve. Ka shoqëri civile. Po mirë, edhe ajo për mbrojtjen e qenve mirë, mos njeriu. Po pra, po duhet ta rrisin një çik pjatën se mirë. Duhet të rrisin një çik pjatën. Po, kështu që mos se jo kujdesja për kafshët tregoj që je njeri. Po pra, po duhet ta rrisin një çik se edhe kafsha njeri duhet të ketë një kujdes, edhe kafsha njeri. Atyre kafshë njeri, aty në skeqi bo, ato janë të rrezikshëm. Ato janë të rrezikshëm, kështu që pra ne po them që kjo duhet në rrugë një taktike edhe nga media nga gjithë, sepse kemi ratë gjithë në rrethin vicioz Berishës. Domethënë, imagjino merremi me Berishën, me një parti që nuk lua asnjë lloj roli, imagjino dje sjellje aty në jo për Ramën, me le t'ia kthejnë në Ramën, sa i Rama i tha me estetik, ktheni Kurrizin, ato i kthejnë Bëthën. Fakt, Bëtha, më mirë Bëtha aty në se të rinën aty në, siç e parafrazoi Rama me Kurrizin. Pra, janë qesharak, më janë dhe pa, se ka njerëz që bëjnë gabime, po këto janë pa fiber dhe s'kan si ta kenë. S'kan si ta kenë, sepse nuk kanë as kualitetin, as kualifikimin, as estetikën, as etikën, se mund të kundërshtosh, më nuk ka asnjë gjë, nuk kemi pse bim dakord as unë e ti. Po njeriu ka disa parametra. Imagjino një njeri që ka qenë president i shtetit, kryeministër i shtetit për 2 mandate, president për 1 mandat e 1 vit, dhe i çifet fletëthirrje sot jo maçuni, jo smaçuni, jo erdhi, jo serdi, jo e kapa, jo se kapa. A mund të merresh më tash me këtë njeri? Unë mendoj që nuk ka vlerë sinqerisht merres, se po bëhemi dhe neve qesharak duke u marrë me Berishën për ditë.
Jo, e vërtetë është, unë e kam shmangur, po nga që kisha kohë pa u dëgjuar me ty dhe thash, po e konsumojmë pak. Po nuk ka vlerë, më mirë merremi me i gjo, më mirë merremi me i çështje kulture, diskutojmë për i libër, apo i film, se sa diskutosh prap Berishën. Ai thirrje madhe, ore, po ç'ndodhe më? Gjithë media u paralizu, gjithë televizionet protesta e Berishës. Ishin ne 300-400 vet aty, si më mledh të lagja mas neshjes që luhet, Kolu Shqipëria, edhe bën një tallava aty, edhe ikën. Tha mirë... Si ajo qeta Gjikjamilit. Pra ne më të them, nuk ke që thu, momës, është njëjti cikël që përsëritet. Ai përdor njërin fjalor, dhe ne kemi rahat gjithë viktimet i. Në vend që diskutojmë gjona funa për këtë qeveri, për çfarë do bëhet, si do bëhet, ku do shkojmë, çfarë zgjidhje mund të ketë, sepse kjo qeveri do një opozitë fort, sepse një opozitë e fort e vetë ndoshta binar. Ore, shiko, do të diskutoj buxheti dhe do kisha dalë edhe unë në miting po të thoshin që do rrisin buxhetin e shëndetësisë ose të mjekësisë, të më falë, të shëndetësisë e të arsimit. Sepse këto dy gjëra janë themelore për një kombë, shëndeti dhe arsimi. Dhe në qoftë se do thoshin, do dilte opozita dhe jemi në protest, sepse shëndetësia shumë keq, buxheti shumë i vogël, arsimi shumë, do kisha dalë dhe unë protest. Po ku e dina ato si është shëndetësia më bursa të kërkon halli ikin jashtë. Dina ato si është shëndetësia. E vërtetë. Liro, një pyetje të fundit. Po kjo është pulmi më që të rrish domethënë dali ai. Po prandaj nuk i shkon njëri më se e kanë kuptuar njerëzit. Shkëlzeli ka gjysmë dhe pallateve në Tiranë. Argita i kanë në Bruxelles, në Gjermani, në Rumani, ka drejtin ka i kanë Hungari. Njerëzit s'janë budallema, janë vetëm ato mercenare që janë ushtarë për plumbi, që s'kanë nuk i funksionon fare koka, vetëm sa shohin fotografinë e Berishës, kujtojnë se kanë zotin për fare. Po ushtarët e plumbit, sa janë ato që ishin parmëron këtu. Po se ka dhe palaco që marrin atë rrogën e deputetëve dhe bëjnë aty gjëra si opozitë dhe ikin dhe si intelektualë. Liro, një pyetje të fundit. Goditja ndaj Ballukut e rrezikon qeverinë e Ramës? Tash të hikin dy zonskriministra, kjo tregon një gjendje të rëndë që si do ta kalojë ai, që nuk rrezikohet pushteti sepse këta kanë 83 vota ndaj revoltë. Mbar popullore nuk ka për këtë çështje, njerëzit as duan me ditë fare tash. Njerëzit ke tu pi kafe, biles edhe emisionet nuk i shohin më as darkës, edhe them drejtën se jemi vetë media. Unë mundohem të shoh emisionet e darkës zeko ka 2 orë tallava. 2 orë tallava. Dridhet e s'për dridhet muhabeti, kështu që nuk mendoj, po besoj që Rama duhet bëj një rikonfigurim të ri të qeverisë. Shiko, e di nuk e di tash, nuk e di këtë se ç'do ndodhi, a do ta shkarkojë Rama dhe a kanë drejt ato ta pezullojnë nga puna, këtë nuk jam gjendje ta. Shiko, ky pezullimi nga puna mu duk se këta ngjajnë një çik me Pilinçin që ka fillu ka po qeverinë e vetë dhe i shkarkon. Po unë nuk besoj se nuk ka logjik, nuk e di si është, nuk ka logjik që po jo pra, ta nuk mund të urdhërojnë policinë. Ose ta arreston, po për sa kohë je akuzuar, je i pandehur, presupozohesh i pafajshëm, nuk ka drejt të heqë ty nga puna. Drejtën nga puna e ka ai që ka temruar, ai që ka autoritetin për të temruar punë. Domethënë kjo është logjika, tash këtu në Shqipëri jemi çfarë ndodh. E vërtetë, çfarë ndodh. Mua nuk ma mbush logjika dhe do doja të dija se si do ta vinte në zbatim këtë urdhër. Edi Rama do ta shkarkojë dhe mund ta shkarkojë, çfarë nuk ndodh. Sa herë ngeli e para, e dyta edhe arrestimi nuk e bë dot se është deputete. Pra duhet ta shkarkojë prapë të shkojë Partia Socialiste, duhet ta shkarkojë Partia Socialiste që se këto kanë me bë arrestim. Pra, kupto se e bën një gaf me Erion Belin, që arrestuan dhe arrëzoi e shkarkuan dhe e arrëzoi gjykata kushtetuese. Edhe ajo, pra, të gjitha këto janë kosto.
janë kosta edhe për kredibilitetin. Me Velin mua më bën diçka për shtyvje që këta nuk ishin lejuar takimin e Velis me delegacionin delegacion europian për pushtetin vendor. Është merë. Gjë që nuk e ka bërë Berisha as me Fatosnano në kohën e që të vinin... Ja. Nuk lejon delegacionin këta më. Ata avokatin e vetë që kisha nga Amerikë. A e kuptoti se çfarë bëhet, pra ne po themon spaku, po pritën la. Okej, këtë drejt. Këtë drejt dhe ti mos ju gëzo shumë asaj që s'kam bëha si gjë se jam i pasër se ta gjenë në i gjotë. Për shembull, qa të gjenë, kur denë më mirë se të bimë, që të më gjenë? Pse u fute me semafor me drita të kuqe? Gjosë kanë që të gjenë, e vdinë kur denë, si të denë, e kanë rrugën e hapme, si t'ja ke qetë. Ki kujdeset të kapin për shkeljet semaforit, për shumë, u fute me të kuqe. Shkeljet semaforit është gjotë, të pagu i gjopën dhe u la. Okej. Demalia, knajsi që të pata. Miro papsën. Natën. Faleminderit dhe ju e që na ndoqët natën e mirë.